Përshëndetje, sot takimin e kemi duke nisur me siglën tonë modeste, por do këndojmë pak ndryshe, sepse kishim dasëm Princi Leka dhe Blerta Celibashi, u martuan, patën një fejes, një martes të gjitha në një vend, ne madje kemi edhe një video ekskluzive të puthjes së tyre. Po më parë, sonte kemi dasëm të gjithë po festojmë, Princin edhe Blertën, ne po i martojmë. Ndiqni videon ekskluzive për Olti Curi TV në YouTube, njëkohësisht dhe të gjithë komentin që kemi për këtë ceremoni kaq të veçantë. Okej? Bëni subscribe tu dhe puthje. Të trashëgohet çifti. Ndjekim tani videon e plot. Voila, sigla shkoi me sukses për të kthyer tani tek disa informacione, sepse pikërisht dje të shtunën në datën 11 është bërë një ceremoni në darkë, një fejes si në kohët e vjetra. Dikur bësh fejesa me shumë zhurmë, bombastike, ndroshin nishane gjëra tilla si këto, dhe më pas një martesë e madhe, kështu e bënë shqiptarët. Tani janë zvogluar gjërat, janë shpejtuar dhe bëhet vetëm dasma ceremoniale. Jo, Princi Leka dhe Blerta Celibashi kanë vendosur që fejesën e tyre ta bëjmë bombastike. Është një gjë e vogël, e mbledhur, por me miq më të afërt të zemrës. Bombastike sepse vendi ku e kanë bërë është një vend ekskluziv dhe një nga resortet më të shtrenjtë në Shqipëri. Po flasim për një histori shumë të përfolur, të bërë publike rreth një vit e gjysmë, mos u gabofsha më parë, sepse ka qenë pikërisht rreth datës 15 janar 2024, kur Elia Zaria, gruaja e parë e Princit Leka, ka kërkuar divorcin nga Princi. Dhe më pas, janë të gjitha historitë, të gjitha dyshimet, sqarimet, komentet, gjërat, edhe vetë e fejuara e Princit, fotografja Blerta Celibashi ka dashur të sqarojë ca gjëra në intervistat e saj në daljet publike, edhe tek Arbana Osmani në podcast, për të thënë se nuk isha unë ajo që hyra mes çiftit, edhe Princi Leka e pohoi se kriza ka qenë në çift dhe ishim si mysafir në një shtëpi të përbashkët me Elian. Princi Leka, 26 mars 1982, datindja është 43 vjeç, ka qenë i martuar me Elia Zarian dhe ka një vajzë të vogël, 5 vjeçare, Geraldina quhet. Prej